Për pacientët me sklerozën multiple, betejë e përditshme nuk është vetëm sëmundjen, por edhe me një sistem shëndetësor që nuk ju shërben. Skleroza multiple prek kryesisht moshat 20 deri në 40 vjeç. Çdo vit, 10 humbasin aftësinë për të lëvizur. Fizioterapia është shpëtim, por mungon. Pacientja Eva, 38 vjeç, rrëfen. Mjeku më rekomandon fizioterapi, por spitali publik nuk e ofron. Kostot në privat janë të papërballueshme. 38 vjeçarja shprehet se ka humbur forcën në këmbë shumë më shpejt nga mungesa e fizioterapisë. Kjo dëshmi tregon një realitet të dhimbshëm. Mjekët neurolog në vendin tonë shprehen se ushtrimet rehabilituese dhe terapitë e rregullta ndihmojnë në ngadalësimin e përparimit të sëmundjes. Shefja e shërbimit të neurologjisë, doktoreshe Jera Kruja, shprehet se shërbimi i fizioterapisë është i rëndësishëm për pacientët me sklerozën multiple. Në vitin 2023, Ministria e Shëndetësisë premtoi 17 qendra me fizioterapistë dhe lokoped. Në realitet, shumë qendra janë pa staf, pa akses, pa kushte. Tanush Çaushi thot, fizioterapia ofrohet në 2 qendra me staf minimal. Shumë prej qendrave janë në kate të larta, pa ashensor dhe të pa aksesueshme. Në mungesë të fizioterapisë falas, këtyre pacientëve nuk ju ofrohet as shërbimi psikosocial, duke humbur vendet e punës dhe duke u vetë izoluar. Skleroza multiple mbetet një sëmundje nënvlerësuar nga institucionet. Pacientët të paguajnë shtrenjtë për një kujdes që duhet të ishte falas.